Debati për marrëveshjen e mbrojtjes mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës vijon të përplas mazhorancën dhe opozitën. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi hodhi poshtë akuzat e Partisë Demokratike se marrëveshja për financimin dhe blerjen e sistemeve ushtarake është miratuar në kundërshtim me Kushtetutën. Sipas ministrit, procedura e ndjekur nga institucionet ka qenë e rregullt, ndërsa qëndrimet e opozitës i cilësoi të papërshtatshme për një çështje që lidhen me mbrojtjen e vendit. Qëndrimet e Partisë Demokratike janë totalisht të papranueshme për sa më përket mua dhe Ministrisë së Mbrojtjes në raport me këtë marrëveshje. E kam thënë edhe ditën në parlament, pavarësisht se seancat e mbledhjes të mbyllura, siguria kombëtare nuk është çështje debati politik. Edhe unë di edhe të kaluar në qëndrimet e Partisë Demokratike për këtë pikë kanë qenë shumë edhe të dy palëve, nuk kanë qenë shumë bashkëpunuese. Në këtë rast, ky nuk është një sinjal i mirë, përkundrazi, mendoj që të atakohet një marrëveshje e cila financon mbrojtjen është e papranueshme. Unë mendoj që kur vjen puna te siguria kombëtare nuk ka krahë politike dhe sidomos kur vjen puna tek marrëdhënia dhe marrëveshjet që ne kemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk duhet të ketë krahë politik. Fakti që kjo marrëveshje atakohet për mendimin tim është e papranueshme. Ndërkohë, qeveria ka marrë disa vendime të tjera në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë. 4 oficerë shqiptar do të përfshihen në një mision ndërkombëtar në Gaza pas miratimit të vendimit për pjesëmarrjen e tyre në këtë angazhim. Me vajtjen e këtyre 4 oficerëve të shtabit në forcën ndërkombëtare, stabilizuesi do vlerësohet më pas edhe kush do të jetë niveli konkret i trupave që do të dërgohen në Gaza, duke përfshirë këtu edhe vendodhjen konkrete ku këto trupa do të dislokohen. Në mbledhjen e radhës, ekzekutivi vendosi gjithashtu për dhënien e shpërblimeve për punojësit e shërbimit zjarfikës në vlerësim të angazhimit të tyre në përballlimin e emergjencave dhe situatave të vështira, ku janë mbi 1380 forca që deri aktualisht janë angazhuar në shuarjen e këtyre zjarreve, mitigimin e këtyre zjarreve. Kapacitetet si asnjëherë tjetër, si asnjë vit tjetër kanë qenë operacionale. Një tjetër mas e miratuar lidhet me mbështetjen e industrisë së mbrojtjes. Qeveria ka parashikuar lehtësira fiskale për kompanitë që prodhojnë mjete dhe pajisje ushtarake me synim zhvillimin e kapaciteteve vendase në këtë sektor.